cilët ju bën juve të udhëtoni apo të jetoni kaq afër me vargun dhe me poezinë? Ngacmimi i parë poetik në fëmijëri ka qenë një, se ta themi me këto fjalë, një mënyrë për të shpëtuar në halli. Mos gaboj, kam qenë rreth 13 vjeç dhe kanë qenë këto aktivitetet që bëheshin për festa tematike, 7-8 marsi më kujtohet mirë, po ka qenë një poezi që duhet gjeja ai profesori, madje më shumë se profesori i shkollës, ishte i Pallatit Kulturës. Edhe sosh gjeni vetë nga autor të ndryshëm poezi për nënën apo për mësuesin, edhe hajtë mi thoni mua dhe bukur nuk më kujtohet se për ka qenë nga të dyja, për nënën apo për mësuesin, kërkoj nuk gjej dhe i bie një 4 strofa i shkruaj vetë për një 3-4 ditë edhe e mbaj mend që kam shkuar me një lloj druajtje që do ta pikas apo jo, edhe ne si e shikon shumë e mirë thot. Pra thash, poezia e parë ka qenë një mënyrë për të shpëtuar në halli. Puna e sot se poezia është bërë një hall. Jo një mënyrë për të që të duam të heqim dorë, nuk heqim dot. Edhe në ligjëratën tuaj në mënyrë inversive, po i kapni detajet poetike dhe po i konvertoni në bashkëbisedim. Sot e vërtet është që është bërë hall, domethënë është në kuptimin nuk i shpëton dot. Nuk i shpëton dot kaq e kaq ngacmimeve të përditshme, të jashtme, të brendshme, të cilat duan s'duan edhe gjithsecili ka gjetur një mënyrë në shoqëri. Politikani në mënyrën e tij, dikush po themi te një psikolog apo te njerëzit të afërm. Mbase poeti ka atë mënyrën e tij që thjesht është poezia, paga shumë një lloj ditari i mbajtur, por në mënyrë artistike.